Për 40 minuta asnjë kontakt me tokën, astronautët e Artemis 2 do të përballen me izolim total. Ekuipazhi i Artemis 2 do të përjetojë për herë të parë në histori humbjen e plotë të komunikimit me tokën për rreth 40 minuta, teksa anija kozmike Orion kalon pas ënës. Deri tani astronautët kanë ruajtur lidhje të vazhdueshme me qendrën e kontrollit në Houston, Texas, por kjo do të ndërpritet përkohësisht, raporton BBC. Sipas të dhënave të NASA-s, rreth orës 23:47 BST të hënën, sinjalet radio dhe lazer që lejojnë komunikimin dypalësh mes Orion dhe tokës do të bllokohen nga hëna. Gjatë kësaj kohe, 4 astronautët do të jenë të izoluar në errësirën e hapësirës, duke përjetuar një moment të thellë qetësie dhe vetmie. Piloti i misionit Victor Glover u shpreh se ky moment mund të shfrytëzohet si një mundësi për reflektim dhe për të dërguar mendime pozitive nga njerëzit e tokës. Ai paralajmëroi se ndërkohë që astronautët janë pa kontakt, publiku mund të mendojë për shpresën dhe sigurinë e tyre. Ngjarja ka precedent historik. Gjatë misionit Apollo 11, Michael Collins mbeti i vetëm në modul gjatë orbitimit të anës largët, të anës, ndërkohë që Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin ishin në sipërfaqen hënore. Collins përjetoi 48 minuta humbje sinjalit, të cilat i përshkroi më vonë si momente qetësie larg kërkesave të vazhdueshme nga qendra e kontrollit. Në tokë, ndërprerja e komunikimit krijon tension për ekipet që monitorojnë misionin. Matt Cosby, drejtori kryesor i teknologjisë, tha se ekipi do të ndihet nervoz gjatë kalimit pas ënës, por do të relaksohet sapo të rikthehet sinjali, duke konfirmuar sigurinë e astronautëve. Gjatë izolimit, ekuipazhi do të përqendrohet në vëzhgimet hënore, duke marrë imazhe, studiuar gjeologjinë dhe vlerësuar peizazhin spektakolar të hënës. Rikthimi i sinjalit do të mundësojë astronautëve të ndajnë përvojat dhe pamjet e jashtëzakonshme me botën, duke përforcuar magjinë dhe rrezikun e eksplorimit hapësinor. Ky moment gjithashtu nënvizon nevojën për sisteme komunikimi më të avancuara, sidomos për planifikime të ardhshme të bazave të qëndrueshme në hënë, ku programet e ndryshme të Agjencisë Hapësinore Evropiane synojnë të ofrojnë mbulim të plotë dhe të vazhdueshëm komunikimi në të gjitha pjesët e hënës.